Mirëmëngjes miq, sot është e diell, 24 maj, do vazhdojmë vjeljen e qershisë, siç e shihni qershia është super. Presim të vjen dhe njerëzit tjerë dhe të vazhdojmë. Inshallah është një sezon i mbar për gjithë fermerët, cilësinë e kemi super dhe gjithë ato që marrin te ne qershi janë të kënaqur, jo vetëm te unë, por gjithë fshatit Sohodol. Shifi si janë qershit, cilësia e tyre. Kështu do vazhdojmë në radhë shkematik do vazhdojmë për vjelje. Marrim me shkallë, ka si cili shkallë të veta, kovën e vet, dhe do të vazhdojmë vjeljen. Këta e shkallë janë pak tronda, nuk i punon çdo kush. Apo tjera do vazhdojmë. Për shkematik do vazhdojmë. Kjo është ajo qershia gjigande. Kjo është ajo qershia gjigande që them kush do e vjele këtë vit do të marrë 200 euro. Ai që do vjele gjithë qershin, po ka mbi 600 kg. Ka mbi 600 kg kjo qershi. Është pafund, ka një diametër 12 me 12. Rreth 160 cm. Petro, shive zash, shive, sa gjigande kjo, me shploth, është shumë fantastike. Janë super. Do vazhdojmë të këtë cepit. Kjo do vile të bëja gjithë se natë, është bëjë kretë. Kjo do vile të gjitha, këto që velen me bishta, këto, edhe është super. Gjitha do velen kështu. Në boni këta. Atje edhe këtu, si të marroni këta 4-5 pëmë, ka sa të bukë pastaj. A ja kini ka më bukë. Miro pafshim një sezon të marrë për gjithë fermerët, kudo që janë. Hajde!